Ky projekt ligj e fut zyrtarisht dhe përfundimisht Shqipërinë në diktaturë. E di që mund të duket si e egzageruar, por nuk është absolutisht e egzageruar. Në qoftë se ky projekt ligj votohet sot dhe miratohet, Shqipëria është me vull në diktaturë. Pse në diktaturë? Ma sqararo çfarë thot projekt ligji? Sqaroj unë. Ideja është që projekt ligji nuk e njeh gjinin siç të lidhur me lindjen, po e njeh gjinin fluide. E njeh gjinin sipas ndjenjës së njeriut. Edhe brenda binaritetit burr-grua ti mund të kesh më shumë se sa 2 gjini. Për shembull, sepse projekt ligji thot mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të grave dhe burrave në gjithë diversitetin e tyre. Do me thënë, megjithëse kanë përcaktuar fjalën grua dhe burr, thuhet në gjithë diversitetin e tyre. Çfarë diversiteti ka? Burrat janë burra dhe grat janë gra. Ideja është që brenda binaritetit burr dhe grua ti mund të kesh një burr që në mëngjes ndihet burr, në darkë ndihet grua dhe këtu kemi gjinin fluide. Mund të kesh një burr që ndihet si grua dhe vishet si grua dhe ti ke transgjinorët. Mund të kesh një burr që ndihet as burr as grua dhe ti ke gjinin neutrale. Mund të kesh një burr që ndihet me të dyja gjinit, edhe burr dhe grua, dhe ke gjinin e shumë fisht. Mund të kesh një burr që kërkon ta ndryshoj gjinin e tij dhe të bëhet grua me anë të operacioneve dhe ke një transseksual. Ky projekt ligj i njeh të gjitha këto gjini. Dhe problemi më i madh që ne kemi është që këto gjini, këto mësime do të shkojnë në shkolla, duke ju mësuar fëmijëve që nga mosha 3 vjeçare që në kopësht, që fëmia mund të ketë lindur në trupin e gabuar. Ne besojmë që nuk ka trup të gabuar, nuk ka njeri që ka lindur në trupin e gabuar. Vajza është vajzë dhe djali është djalë. Dhe prindrit nuk do të kenë mundësi që t'ju mësojnë fëmijëve që kanë lindur në trupin e duhur. Pra godet identitetin e fëmijëve që në kopësht. Dhe nëse deri tani e kemi ndalur dhe kemi arritur që t'i ndalim, në qoftë se ky projekt ligj kalon, ne nuk do t'i ndalim dot.